Spak zhvilloi një operacion të bujshëm në Shkodër duke shënuar një tjetër goditje të drejtpërdrejtë ndaj strukturave të dyshuara për krim elektoral. Në qendër të hetimit ndodhet Partia Social-Demokrate e Tom Doshit, një forcë politike me ndikim të fortë lokal. Këtë herë nuk ka patur paralajmërim. Task Forca e posaçme në drejtim të Altin Dumanit ka ndërhyrë menjëherë. Objektivi i operacionit, strukturat e shtabit elektoral të PSD. Gjatë kontrollit janë sekuestruar disa telefona celular të zyrtarëve lokal të kësaj partie, të cilët dyshohet se përmbajnë komunikime komprometuese që zbulojnë mekanizmat e blerjes së votës. Hetimi është fokusuar në mënyrën se si është ndikuar vullneti i qytetarëve përmes presioneve, shpërndarjes së ndihmave dhe pagesave në dorë. Burime për pamfletin konfirmojnë se hetimi është në fazë të avancuar dhe se Spak ka grumbulluar prova të forta që lidhin veprimtarinë e PSD-s me shkeljet e rënda të kodit zgjedhor. Pritet që pas analizimit të pajisjeve të sekuestruara, të ketë arrestime të tjera dhe ndoshta edhe kallëzime ndaj figurave të njohura të kësaj partie. Ky operacion është pjesë e një fushate më të gjerë që Altin Dumani ka nisur kundër krimeve zgjedhore me qëllim dëshkimin e modelit të shitblerjes së votës dhe ringritjen e besimit tek procesi zgjedhor. Spak ka zbardhur të dhënat më të fundit mbi krimin elektoral, duke treguar një panoramë shqetësuese të manipulimeve zgjedhore në vend. Sipas raportit të publikuar, janë administruar gjithsej 123 materiale kallëzuese që lidhen me shkeljet e rënda të procesit zgjedhor. Nga këto 35 raste kanë kaluar në hetim të thelluar, duke përfshirë veprime të blerjes së votës, presionet ndaj votuesve dhe përdorimi i burimeve shtetërore për qëllime elektorale. Këto të dhëna vinë në një moment kur besimi i qytetarëve tek procesi zgjedhor është në rënje dhe institucionet e drejtësisë janë nën presion për të vepruar me vendosmëri. Spak ka theksuar se do të ndjek çdo kallëzim me seriozitetin maksimal, duke bashkëpunuar ngushtë me institucionet e tjera për të siguruar një proces zgjedhor të drejtë dhe transparent. Altin Dumani në krye të prokurorisë së posaçme ka deklaruar se lufta kundër krimit elektoral është një prioritet i padiskutueshëm. Ai ka theksuar se asnjë shkelje nuk do të tolerohet dhe se të gjithë përgjegjësit do të përballen me pasoja ligjore. Një deklaratë e papritur nga Departamenti Amerikan i Shtetit ka ringjallur debatet drejt statusit të Sali Berishës dhe marrëdhënies së tij me Washingtonit. Sipas një reagimi zyrtar të bërë publik nga gazetari amerikan Mark Caputo, një zëdhënës i dashit, ka konfirmuar se për persona të shpallur non grata ekziston mundësia e përjashtimeve të veçanta dhe ky mesazh i përkthyer në realitetin shqiptar nënkupton. Po Sali Berisha teorikisht mund të udhëtojë në SBA, zëdhënësi i departamentit thekson se përjashtimet i jepen rast pas rasti për të lehtësuar udhëtimet që përputhen me interesat kombëtare të SBA-s. Nuk është një dritë jeshile drejt për drejt, por as një ndalim absolut. Në kontekstin aktual politik, kjo deklaratë shihet si një dritare që PD-ja dhe Berisha është e gatshme të hapë me të dy duart. Nga Selia Blu nuk ka munguar entuziazmi. Përfaqësues të PD-s e kanë përshëndetur këtë zhvillim si një sinjal për normalizimin dhe shpërblim për demokratët që nuk u dorëzuan. Në këtë atmosferë nuk është rastësi që PD ka firmosur një kontratë prej $6 milion për lobim në SBA me strategun Chris Lasivita. Me sa duket përplasja politike shqiptare po zgjerohet edhe në terrenin amerikan. Dhe në këtë betejë Berisha duket se po kërkon një rikthim që kalon nga aeroporti i Washingtonit. Pas deklaratës të Departamentit Amerikan të Shtetit që la hapur mundësinë për përjashtime të veçanta me ndalimin e hyrjes në SBA për individ të shpallur non grata, Sali Berisha dhe mbështetësit e tij kanë një dritë shprese për një rikthim të mundshëm në skenën ndërkombëtare. Megjithatë, kjo shpresë u përball me një reagim të menjëhershëm dhe ironik nga kryeministri Edi Rama. Në një postim në rrjetet sociale Rama shkroi: "Të netash e ëndra me tenxhere të florinta", duke përdorur një metaforë për të përshkruar opozitën si një mjedis të ndotur që ushqehet me iluzione boshe. Kjo deklaratë vjen si një përgjigje ndaj entuziazmit të opozitës pas deklaratës së dashit, duke minimizuar rëndësinë e saj dhe duke sugjeruar se nuk ka ndryshuar asgjë në statusin e Berishës. Reagimi i Ramës është pjesë e një serie përplasjesh verbale mes tij dhe Berishës, ku metaforat dhe ironit janë bërë mjetet kryesore të komunikimit politik. Ndërkohë Berisha dhe mbështetësit e tij vazhdojnë të interpretojnë çdo sinjal nga SBA si një mundësi për rehabilitim politik, pavarësisht se realiteti ligjor mbetet i pandryshuar. Në një takim elektoral në Kuç të Florës, Edi Rama hodhi në tavolinë një bast politik që bëri hon 78 mandate për Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit. Kryeministri e quajti këtë si memorandumi i Kuçit, një premtim personal që vë në lojë jo vetëm rezultatin elektoral, por edhe autoritetin e tij në publik. Me 78 mandate, PS do të qeverisë vetme dhe pa ndihmën e askujt, deklaroi Rama mes duartorkitjeve të mbështetësve. Në fjalimin e tij ai nuk u mjaftua me shifrat. U shpreh se opozita është në krizë të thellë identiteti dhe se shqiptarët kanë nevojë për
për vazhdimsi, jo për eksperimente politike. Ne nuk kemi nevojë për aleat me letra, por për një shumicë që jep stabilitet vendit, duke lënë të kuptohet se bashkëpunimi me partitë e vogla mund të mos jetë në skenaret e tij të ardhshëm. Kuçi do të mbahet mend, u shpreh Rama, duke e kthyer këtë deklaratë në një gur themeli të fushatës. Ai shpjegoi edhe opozitën për ëndrat me valixhe për në SBA, duke shtuar se nuk merremi me ëndra, por me mandate. Basti Ramës ishte i qartë, ose 78 mandate ose asgjë më pak se fitore absolute. A do ta mbaj fjalën? Përgjigjja do të vijë më 11 maj, por një gjë është e sigurt, loja është e hapur dhe Basti është vendosur publikisht. Sali Berisha ka reaguar pas deklaratës së Departamentit Amerikan të Shtetit, që sugjeron për përjashtime të veçanta për udhëtime në SBA, të cilat janë të mundshme për individ të shpallur non grata. Në një prononcim për mediat, Berisha u shpreh se vendimi i sekretarit Blinken është dënuar, por nuk konfirmoi nëse statusi i tij është hequr. Ai shtoi se nuk ka kërkuar vizë për në SBA që nga viti 2013 dhe aktualisht ndodhet në kulmin e fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Ndërkohë Partia Demokratike ka përshëndetur qëndrimin e Dashit, duke e cilësuar si një rikthim në legalitet dhe një fitore për të gjithë demokratët që kanë qëndruar për kauzën e tyre. 3 ditë përpara zgjedhjeve të 11 majit, kryeministri Edi Rama ka organizuar uljen e parë të një avioni në aeroportin e ri të Vlorës, duke e shpallur këtë si një arritje historike për zhvillimin e vendit. I pranishëm në pistën e sapo ndërtuar, Rama përshëndeti punonjësit dhe falenderoi grupet nga Shqipëria dhe Kosova që kontribuan në këtë projekt. Sipas kryeministrit, ky fluturim certifikues është hapi i parë drejt funksionalizimit të plotë të aeroportit, i cili pritet të sjellë një hovë të ri në turizëm dhe ekonomi. Ai theksoi se aeroporti do të jetë një portë e rëndësishme për Shqipërinë, duke lehtësuar dhe duke krijuar mundësi të reja për zhvillim. Megjithatë, opozita dhe kritikët e qeverisë kanë cilësuar këtë ngjarje si një akt propagandistik, duke argumentuar se përdorimi i një fluturimi certifikues për qëllime elektorale është një manipulim i opinionit publik. Ata theksojnë se aeroporti nuk është ende gati për operim të plotë dhe se ky veprim është një përpjekje për të fituar pikë politike në prag të zgjedhjeve. Një ironi e hollë dhe një thumbi drejt për drejt për Edi Ramën vjen këtë herë nga strategu amerikan i Partisë Demokratike, Chris Lasivita. Me një postim të vetëm në rrjetet sociale, Lasivita ndezi debatin politik në Shqipëri, duke publikuar një imazh ku një buf mban në kthetrat 1000 dhe mbi të shkruhet Edi Rama. Nuk kishte nevojë për më shumë fjalë, simbolika fliste vet, buf dhe minj në një arenë ku përplasja politike ka marrë për masa kafshësh. Gjithçka nisi pasi vet Rama e kishte etiketuar opozitën si bufi i kënetës, që s'bën dot as vezën e lulit, në një nga daljet e tij më ironike kundër kundërshtarëve politik. Por këtë herë përgjigjja nuk i erdhi nga ndonjë deputet i PD-s, por nga Washingtoni, ku Lasivita e përdori të njëjtin simbol për t'ia kthyer. Vetëm tani Rama dilte si miu në kthetrat e bufit. E në politik, ku shpërmend kafshët e hap vet metafora. Karikatura është komentuar gjërësisht në rrjet ku përkrahasit e opozitës e kanë cilësuar si një kundërgoditje brillante, ndërsa socialistët janë përpjekur ta minimizojnë si një provokim pa peshë. Por një gjë është e sigurt, lufta e fjalëve ka kaluar kufit dhe tani është kthyer në duel imazhesh dhe sarkazmash me sfond ndërkombëtar. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri kanë tërhequr vëmendjen e mediave më prestigjioze ndërkombëtare, të cilët analizojnë me kujdes betejën politike mes Edi Ramës dhe Sali Berishës. The Washington Post raporton se Sali Berisha i shpallur non grata nga SBA po synon një rikthim të fuqishëm në politikën shqiptare. Ai ka angazhuar strategët amerikan Chris Lasivita dhe Paul Manafort, të njohur për fushatën e tyre me ish-presidentin Donald Trump, për të drejtuar fushatën e tij elektorale. Ky bashkëpunim synon të rrisë ndikimin e Berishës në skenën politike dhe të përmirësojë imazhin e tij ndërkombëtar. Ndërkohë Reuters fokusohet te përpjekjet e Edi Ramës për të siguruar një mandat të katërt si kryeministër. Agjencia vën në dukje se si vendi përballet me sfida të mëdha, përfshir korrupsionin dhe ndikimin e krimit të organizuar. Skandalet e inceneratorëve dhe akuzat ndaj zyrtarëve të lartë kanë tronditur opinionin publik. Megjithatë, Rama mbetet optimist për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, duke theksuar se vendi ka bërë përparime të rëndësishme në ekonomi dhe në infrastrukturë. Këto analiza ndërkombëtare pasqyrojnë një klim politike të tensionuar në Shqipëri, ku zgjedhjet e ardhshme pritet të jenë vendimtare për drejtimin e ardhshëm të vendit. Betejja mes Ramës dhe Berishës nuk është vetëm një përballje politike, por edhe një test për demokracinë dhe integritetin institucional të Shqipërisë. Në vitin 2005, Mihal Deliorgji regjistroi në Shqipëri kompaninë Park Construction Albania, e cila u shndërrua në zemër të një skeme të sofistikuar pastrimi parash, po atë vit ai themeloi edhe një kompani offshore në Liberi me kapital bearer shares që nuk mund të gjurmohen. Në dukje aktiviteti ndërtimit në thelb fshehje pasurie. Në 2008 drejtimi i kompanisë i kalon Vjollca Deliorgjit, bashkëshortes së Mihalit, për të shmangur lidhjet direkte të tij me biznesin. Ndërkohë vëllai Kristo Deliorgji përfshihet si ortak i vetëm i kompanisë offshore Bramer, që
fluturon 49% të Park Construction. Familja mbetet në kontroll total, por vetëm në letër janë të ndarë. Kërcitja më e fortë vjen në 2021-shin, kur 51% e aksioneve kalojnë vetëm 51.000 lek nga një kompani offshore në një tjetër, që nuk ka as zyra dhe as aktivitet. Aksioneri, një grek që figuron në 10 kompani Guack në Ballkan, pronarët shqiptar zhduken nga dokumentet. Pra kontrolli real mbetet në duart e Deli Orgjeve. Kompleksi është ndërtuar mbi një pasuri që rezulton ekskluzivisht në emër të kompanisë. Kjo i shmang hetimet, tatimet dhe sekuestrimet. Eksponent të rrezikshëm të krimit kanë bler prona dhe biznese në kompleks, ndërsa politikanët janë strehuar me kontrata fiktive dhe prona të padeklaruara, të gjitha të mbrojtura dhe në rrjete offshore që garanton pandëshkueshmëri totale. Në qytetin e Pogradecit, një skandal korrupsioni ka dalë në dritë, duke përfshirë sekretarin e përgjithshëm të bashkisë, Dritan Babasuli, sipas një investigimi të publikuar nga Pamfleti. Babasuli akuzohet për firmosjen e tenderëve fiktiv dhe privatizime abuzive, duke u bërë figurë kyçe në një rrjet të gjerë korrupsioni që përfshin edhe zyrtar të lartë të bashkisë. Hetimet tregojnë se Babasuli ka përdorur pozicionin e tij për të favorizuar kompani të caktuara në proceset e tenderimit, duke anashkaluar procedurat ligjore dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme financiare për buxhetin e bashkisë. Për më tepër ai dyshohet se ka qenë i përfshirë në privatizime të paligjshme të pronave publike, duke i kaluar ato në duart e individëve të lidhur me pushtetin lokal. 3 kriminal shqiptar, bashkëpunëtor të ngushtë të shumë kërkuarit Talo Çela, janë arrestuar në Dubai. Bëhet fjalë për Ervis Dakën, Maksim Koçin dhe Ado Xhikën, të shpallur në kërkim ndërkombëtar për përfshirje në ngjarje të rënda kriminale kundër jetës, si dhe për ndihmë dhe strehim të arrestuarit më të famshëm të botës së krimit në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare, Ervis Daka ka luajtur rol kyç në atentate të dështuara, duke informuar autorët për lëvizjet e viktimave dhe duke ofruar kushte për vrasjen e shtetasve të tjerë. Ai ka strehuar dhe transportuar vet Talo Çelën në periudha të ndryshme. Maksim Koçi rezultoni përfshirë në 2 raste të ndodhura më herët dhe ka ndihmuar po ashtu në fshehjen e Talo Çelës, ndërsa Ado Xhika për rreth 2 vjet ka krijuar kushte jetese për të shumë kërkuarin, madje edhe ka shoqëruar një gazetar për të intervistuar atë në fshehtësi. Ky arrestim vjen pak ditë pas deportimit nga Dubai të Florence Çapjas, i dënuar me burgim të përjetshëm për 2 vrasje në Elbasan. Edhe pse Emiratet e Bashkuara nuk kanë marrëveshje ekstradimi me Shqipërinë, duket se Europoli dhe autoritetet vendase kanë arritur bashkëpunimin përmes një zyre të re në Dubai, duke aplikuar mjete alternative për të goditur krimin e organizuar. Nëse Dubai dikur ishte stre për peshqit e mëdhenj të krimit shqiptar, tashmë duket se stina e qetësisë ka marrë fund. Milorad Dodik, lideri i serbëve të Bosnjës dhe i shpallur në kërkim nga gjykata e Bosnjë e Hercegovinës, ka mbërritur në Moskë me ftesë zyrtare nga presidenti Vladimir Putin. Ai do të marrë pjesë në ceremoninë e ditës së fitores, më 9 maj, në 80 vjetorin e fitores sovjetike kundër Gjermanisë naziste, dhe pritet të jetë pjesë dhe e darkës në Kremlin për liderët ndërkombëtar. Dodik u prit nga zëvendës drejtori i protokollit të Ministrisë së Jashtme të Rusisë, duke treguar qartasi se për Moskën, fletarrestet ndërkombëtare janë thjesht formalitete. Kjo është hera e dytë që ai viziton në Rusinë pas shpalljes në kërkim nga autoritetet e Bosnjës. Në Moskë ndodhet edhe kryetari i Kuvendit të Republikës Srpska, Nenad Stevandić, gjithashtu subjekti i fletarrestimit. Ai pritet të zhvillojë takime në nivele të larta me përfaqësues të dhomës së sipërme të parlamentit rus. Ndërkohë, më 7 maj ka mbërritur në Moskë edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili më 9 maj do të zhvillojë një takim bilateral me Putinin. Kjo vizitë e tij ka shkaktuar reagime të forta në Bruksel, ku komisionerja për zgjerim Marta Kroes e ka cilësuar si pengesë në rrugën evropiane të Serbisë. Në paradën e 9 majit do të marrin pjesë edhe lider të tjerë pro-Kremlinit, përfshirë kryeministrin slovak Roberto Fico dhe presidentin e Kinës Xi Jinping. Ndërkohë, Evropa perëndimore vijon të bojkotojë të heshtur ngjarjen, duke lënë një ndarje të thelluar politike përballë Kremlinit të Putinit. Vatikani ndodhet sërish në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Tymi zi ngrihet nga oxhaku i kapelës Sistine dhe simbolizon një gjë të thjeshtë por tronditse. Ende nuk ka një pap të ri. Konklavi i vitit 2025 po zhvillohet në një sfond të trazuar global, ku zgjedhja e kreut të ri të Kishës Katolike shkon përtej mureve të Sëlisë së Shenjtë dhe merr për masa gjeopolitike. Pas dorëheqjes së Papa Franceskut për arsye shëndetësore, konklavi nuk është një çështje doktrine, por një akt i ngarkuar me simbolik dhe peshë diplomatike. Papa i ri do të shpallet me sfida kolosale: lufta në Ukrainë, ndarjet ideologjike në SBA, tensionet brenda vetë kishës dhe përballja me nacionalizmin në rritje në Europë. Për Ballkanin dhe Shqipërinë, zgjedhja e Papës ka gjithashtu rëndësi strategjike. Papa Francesku ishte një nga mbështetësit më të mëdhenj të antarësimit të vendeve të rajonit në BE dhe nxitësi i dialogut mes feve dhe kombeve. Pyetja është nëse pasardhësi do të vijojë të ketë të njëjtën linjë apo do të sjellë një kthim pas të konservatorizmit. Mes emrave që përfliten janë figura nga Afrika, Amerika dhe Europa, duke reflektuar përpjekjen për të ruajtur universalitetin e
kishës në një botë të përçarë, por ajo që të gjithë presim është një lider që flet me forcë për drejtësinë globale, paqen dhe klimën. Tymi i zi sot, por nesër mund të vijë një emër që do të ndikojë historinë për dekada. Situata e Indisë mes Pakistanit ka hyrë sërish në një cikël për shkallëzimit të rrezikshëm pas sulmeve ajrore të Delit mbi territorin e kontrolluar nga Pakistani në Kashmir. Pas një atentati vdekjeprurës ndaj forcave indiane, India ka reaguar me goditje ajrore duke përdorur aeroplan Rafael, të pajisur me raketa Scalp. Islamabad ka reaguar duke pretenduar se ka rrëzuar 5 avion, përfshirë 3 Rafaele, një deklaratë që rrit tensionet dhe pasigurinë në rajon. Sipas të dhënave, të dy shtetet janë të pajisura me armë bërthamore dhe kanë rritur ndjeshëm kapacitetet ushtarake në vitet e fundit. India ka rreth 36 Rafaele në flotën e saj dhe mbi 800 raketa tok-ajër, ndërsa Pakistani disponon mbi 200 SAM dhe ka gjysmën e forcës së personelit ushtarak të Indisë. Sipas indeksit Global Firepower, India renditet si fuqia e 4 ushtarake në botë, përballë Pakistanit që zë vendin e 12. India ka mbi 1.2 milion trupa aktive, ndërsa Pakistani më pak se 600.000. Në aspektin bërthamor, të dyja palët zotërojnë mbi 170 koka, por ekspertët janë të një mendimi se asnjëra nuk do të guxojë të prek arsenalin bërthamor, përveç në rast rreziku ekzistencial. Megjithatë, historia ka treguar se Kashmiri është një pikë që ndizet shpejt dhe fiket ngadalë, dhe bota është sërish me syt nga ky cep i rrezikshëm i Azis.